Ja ku shikojmë përsëri shikues nderuar, jemi me Don Fred Kalaj, po flasim për historinë, rëndësinë, mesazhet, për gjithë të mirat që sjellin Pashkët, jo vetëm për komunitetin katolik, por për mbar njerëzit në glob, pasi janë gjëra jetike, janë gjëra që neve i kemi në jetën e përditshme dhe duhet i bëjmë ashtu si thotë, si sjellin mësimet Pashkët dhe ashtu si sjell edhe mesazhet Don Fred Kalaj. Don Fred Kalaj, jemi në pjesën e dytë bisedës. Shikuesit ju kanë falenderuar për çka keni sjellë në pjesën e parë, edhe unë të falenderoj pasi ke qenë ekselent edhe besoj që edhe sot do të sillni akoma mesazhe, pasi ju keni një veti, ose të thosha ju keni një cilësi në biseda që i gëshetoni atë teorinë me shembull praktik, edhe kjo është një gjë e mirë shumë, edhe kuptojnë nga të gjithë. Don Fredi, Pashkët ka ndodhur një kontekst historik e fetar të caktuar të një periudhe të kaluar. Po si ndikon kjo sot në shoqërinë e sotme aktuale? Jam mundur disa herë me përmend, me të vërtetë është një koncept i fortë, për me ndoshta ka me pas ndoshta një herë mundësinë për me ballë në televizor ose me këta tetrinia shajte, shpirti, mendja, trupi. Ati biri shpirti shajt, trinia ne, shpirti, mendja, trupi. Duhet me kanë në order, duhet me kanë në rregull. Na njerëzit kena 3 jetë. Na kena jetën shpirtënore, kena jetën intelektuale, edhe kena jetën fizike. Te tria duhet me kanë një linjë, jo me kanë deformum. Në qoftë se shpirti aty i vujt ka me pas efekte mendja dhe trupi. Qoftë se mendja aty i vujt ka me pas efekt shpirti e trupi. Qoftë se trupi jon aty i vujt ka me pas efekt mendja dhe shpirti. Qoftë se mu për i të zot kishte me kanë të mllim diçka, s'kisha me kanë me ju këtu. As në elter, ba me mvujt trupi. Po një kusish me pas edhe i breng shpirtënor, një mkat i mall që të rënën, s'munësh me pas atë entuziazmin, atë paqen. Kishte me kanë çapraz mësimi, i shkurt, i shpejt, krispi. Që kishte mu dallu. E kjo se ka me pas një problem intelektual ose një deshtim në kuptimin material, që mune me pas për turbolot menja, turbolot shpirti edhe trupi, ka reflekte. Gjaj mua bukun bota me ka një. Pa bota shpirtënore, jeta shpirtënore me kanë në rregull, bota intelektuale me kanë rregull dhe bota fizike, jeta fizike me kanë rregull. Po keni këta të trija, ka me kanë në mrekullueshme. Pra në aja është bota sot aty dhanë shumë rëndësi, anës intelektuale dhe fizike, janë të lanë masdore të anën shpirtënore. Mivo, aja është zemra, është shpirti, aja që është e jetës njerëzore. Dorë mu largu, kanë me shku, edhe kanë me ba provë, se ku janë pate, edhe i ditë kanë mu këthy me 1 miliard mijë %. Me 1 miliard mijë %. Pra ne thotë Krishti, princi botës po vjen. Princi botës nuk mundet, princi botës është, këta doktrinat e këta që janë, princi botës nuk mundet, kur me penetru të shpirtjat, po të menja jonë, të trupi jonë, munden me penetru. Me në dhanë mësimet gabume në universitete e gjana, me në vu taksa, me në futen burga, me në internua, me badë gjana në trup. Po në shpirt nuk mundet kur. Pra ne thotë Krishti, këj princi botës ka më ardhë, globalizmi e gjanash që mundohen më ardhë, forma deformume, që nuk vinë në mënyrë natyrale, se ba marë mënyrë natyrale është anë regull, deformume, ka në marë. Por thotë, unë, mas kini frikë, thotë se e kam mujtë botën. Ka marë kohë që ka marë dhe e shpirtënorja, kur vine e shpirtënorja, tana binë. Bota lidhë sot shumë të tana intelektuale, bile kanë fillu me elan e lanin intelektuale. Shkollat sot vujnë shumë, ka arrit ignoranca në shkolla. Adin në shkollat nuk janë kurkun, si kanë për para 20-30 vjetëve. Adin me seriositetin, janë ma pak të formum, fëmin, kanë të formum, por e plotësojnë atë boshlekun se ka teknologji me kompjutere, me këta gjanat, e tana, por ka i këllaja, janë të lanë shumë rëndësi, te për tja zakonshme, anës fizike. Dhe thanë me pas, me një, i ki pa koncerte, dritat, të i leviz, movement, pra me të majtë
se po thëmë anglisht busy, me të majtë në anën e pamjes, po jo ka në intelektuale fizike. Jam pesimist në këtë kohën tash, por kanë me ardhat. Më falë, në ka jera. A disi e trajtojnë disa njërë që kanë probleme me alkoholin, në ta institutet kundër alkoholit. I napin me pi alkohol, 1-2 javë ka i kile për gjithë ditë. Që me shku në fundaj. Që me thanë, mja në, në kjo se muna, bim, që me thanë, ua, ishtu bajon. A dhe në vëpë vjene erë në gjallë. Dënë bota me shku në fund, ka të shefi erë me shku në fund. Si mundë me jetu, pa zotin, gohet. Traj. Mëllimin e ta viktimat, si mëllim baba jetë, ma të shpirt bukur, në atë ko, me mëllë gohen, mos me folë, mos me shku, mu lutë, me rrallë. Edhe shumë tjerë, prind tonë, me ba krysh msheta se tana. Të falenderoj shumë, të frendi, po si e përcaktojnë katolikët kuptimin e sakramentit dhe Eukaristis me Pashkët? Si e tha që pa, në kryq, Krishti afirmon dashnin që ka për njerëzit. Atë jo ka dhe për apostrit. Duni si unë du. Keni me i dash njerëzit si unë ju deshta ju. Jo si do një vedin ju, po si unë ju deshta ju. E si ka me kene e formë, keni me e pa. Adin, rini gadi, keni me e pa. Keni me e pa vetë. Pra, aja Eukaristia është të mëne sakrifica sublime që në Krishti për ne. Adin, aja sakrifica. Pra, ne gjdo mesh, nuk ka gjatë tjetër vetëm a pashkë. Ne në ty ba një përsëritje të shpejt të misterit pashkëve. Pra, vdekja e Krishtit edhe ringjallja. Edhe na duhet me deken të keqen mu ringjallë. Fitimtar. Faleminderit Don Fredi. Si ndikon tek njerëzit ringjallja e Krishtit për të përballuar vojtet që hasim neve në jetën e përditshme? Do më shku të Papa Benedikti. Vujtja, thot Papa Benedikti, është pjesë e jetës njerëzore. Pra ne ka keni Krishtit. Edhe jenë, kjo se na do na mi u shmang vujtjes, jenë aty u shmang dashnis. Krishti e ka shpall me vdekjen e tij në kryq, kulmin e dashnis për njerëzit. Pra aty u ban të njëjtën kohë dhe sakrificë. Pra ty ide ka është më u ba sakrificë, aty u ba Eukaristi. Ba me vure për thot Papa Benedikti në mënyrë të përsosën. Thot, pse si ka lidhje e ejtja male me të prenën e male. Pra kur ka themelu sakramentin e Eukaristisë, që a një temë shumë e gjanë, është shumë e thellë, është me të vërtet, është e thellë, por unë jam të parafrazu në mënyrë shumë të shkurt, ndoshta të cume, kishe kanë më mirë, por ejtja e madhe, pra kur Krishti themelon sakramentin, ka lidhje, thot Papa Benedikti, me të prenën. Sepse e prenja madhe, kur Krishti kryqëzot, pa Eukaristin, kishte me kanë ekzekutim. Vetëm i formë ekzekutimit. Kurse Eukaristia, pra ejtja madhe, pa vdekjen e Krishtit, kishte me kanë vetëm i ritual i thjesht. Jo në mbledh me ba, kishte kanë ritual. Krishti e ban tajtën e madhe, pra themelon sakramentin e dashnisë, që me kanë e lidhën në direkte me vdekjen e tij si sakrificë. Pra Eukaristia është sakrifica jame për ju. Do thënë, pra edhe herën, unë jam të shpreh dashnin kulm tujen, të ju dhanë jetën teme. Edhe na muna mu liru për të në të qjeve nëpërmjet kryqit. Kryqit edhe i taq bëshkollet e ajit cigares, kur ki hangër buk, është jevun kryq ti kur nuk pinduhan. Një farë mënyrë ta një dhoj kryqëzimit, apo nuk është. Kur ke një mundësi me një rend vogël me marrë riparet male, ti a një kryqëzim kjo fse thush du. Ba me paken këta që i shofim, këta skandalet të Shqipni, adin që banë kështë vjellë shmëlaja, ka ken tunimi i malë për ta. Mi ba ta s'kan mujtë mu kryqëzu, edhe ka ndek, si janë kapi, janë ba. Kurse ba me pa thanë qdu me i ba të punë, me gjithë se kam boll nevoja, kisha pas qef me i ba 2-3 shpia, me e knaq gru në fmite, shokët e tana, pa një farë mënyrë tje kryqëzu. Mi po t'ju kryqëzu vjen shëlbimi, vjen fitoria, që jam i të keqen. Nuk ka fanë, ki vore, nuk ka një gjë malë, unë e si për gjithë ditën nate, dalë në 7 sahat i denen, më beso mu nuk është
një gjë mallë këtë mu qunja ashtu me la syte, mu veshë, me dal jashtë ftofte në zetën tana, po një mon mu, pra ba i sakrificë për me kanë kana fizike shnosh, edhe dyta me pëko me meditu, me marrë dhe qa prej unidhit shajt, me styllu, me hap, edhe jam një me Zotin, edhe pra ne më kalon e orë, ka që shpejt, edhe ka që bukur sa njëm tanë ditën mirë. Në cilat mënyra pashkët sillin thirrjen për shpëtim edhe për shpresë për gjithë njerëzit në botë? Pashkët hupin çdo vlerë në kjo se njerëzit nuk pranojnë Krishtin Zot. Adriana është vetëm i zakon. Në kjo se pashkët, që kjo si ka kanë festa reqit, ba më si janë mlellë shumë njerëz aty, ose te nda qypit, a që kanë gane do festa aty, që janë mlellë. Nuk ka një fest me rri për tri, me ba që po mlellë në një aty, po haj me pupime, po rri me një tjetrin, po qeshime, po rri me ditë lërë këshpisë, kanë entertainment. A u në është kanë. Jeta njërzore është, si thonë, battlefield. Jeta njërzore është një fush luftet. A fush luftet. Ishtu du të me shikju, fush luftet kundër të keqes, për të mirën. Pra dhe me thënë, është një vend ku na vena në provë. Vena në provë, a do në me i kalu këta prova, apo jo? Zdu mi marrë ata pare. O mu kërzu, është provë. Po në kjo fëse na shikjoj mjetin, po thëmë anglisht, si thëj playground, a din venut me mu knaqë me kalu, a sa është si sëtë ma, jena kena falimentu, kena deshtu në të dhurat që na ka dha në Zotin. Në këtë kuptim e shikjojën. Pra nej, në kjo fëse njërzit nuk dojnë me pranu Krishtin Zot atëro. Në kjo fëse njërzit e lexojnë Biblin, po nuk dojnë me evu në praktike të jeta atyne, pra e përdiqme. Kjo fëse Bibla, mësimet e Krishtit dhe të kishë, nuk mund e mi apliku njëtën e përdiqme për a liber historiet. A i sa ma liber i shajt. Qa po më duhet mu se qa i ka nëllë mretit David para 4.000 vjeç, 3.000 vjetë sa i të kanë. Po hama një që i ka nëllë mretit David nëllë mu, për gjilditet nëllë ty, nëllë ati në zanë që në shkollët tana. A vëtët, një ashtë, atë e kur e vend për gjildit, njetën tana, një atë i fillën në tërën, atë janë aja është e gjallë, është e fuqishme, është ushqyse, edhe është transformuse e njërit. Pra ne kundita numër 1 është me pranu Krishtin Zot, kundita numër 2 është me lexu Krishtin, me njoft Krishtin, edhe e treta është e mirat që vjen mas asaj, se keme pa vedin të nërshum, transformum, keme pa një vedi, një njëri që ashtu batë mujtë në mërtnin e Zotit këtë në tokë. Po me, ne flasim për lindjen. Si më da kuptojmë këtë koncept, jo vetëm nga ana shpirtërore, por dhe nga ana praktike, bëhet fjala tek njerëzit. Ringjallja Krishtit, dhe thënë... Në kuptimin shpirtëror, por dhe praktik. Po. Kuptimin praktik të thashë edhe i herë, që shkojmë për të duhani. Një njëri që ashtë adiktet të duhani. Jo, mundësil disa shembuj konkret edhe tek komuniteti jonë, tek familja juaj, për të qenë shembull, ndoshta jo me emra, por si fenomene që i praktike. Me vdekte e keqja për morin gjallë të e mira. Këtë fu jam të i thanë praktiken. Pra edhe herën, ba me shku të alkoholit, të drogat, të duhanit, të këta. Ti du të me dek të dëshirat të gzimit që të ne paja gzimi rrejshëm që të ne pëduhani. A gëftën, ti du të me vdek të aja. Pra të dëshira për me pi duhanin. Po për me vdek nuk ka lezet, nuk ka shef, nuk ka komoditet. Vdekja është eksperiencë rëndë. Pra, ju mundi me imaginu sa vu një njëri që kur ka hangër një ushqim të mirë mas me pi duhan. Unë kam i shok temin që ka 9 vjetë që s'ka shku në Shqipni, se s'mundet me nejtë në aeroplan pa duhan. Që si e ka vu të vedi në burg. S'mundet me nejtë në botë, gjallë. Mi po aja ashtu i refuzu për me nërëshu. Aty i refuzu. Pra ashtu i refuzu me dekë. E në kjo fësa i prëndën me dek, ashtë i kjarë edhim të fësa i lehet që batë më i shnetëshëm, po lirohet për i prangave, edhe fillën nuk ka jetën e lirët letë.
Ashtë një diçat që nuk ma kanë besu kur këta shokët e mi Amerikan, kur ishim seminar që i kam thënë edhe sot, kur njët teme nuk kam pa drogë me sy. Ja, është. Absolute. Që s'ma besoshin. Absolute. Se me i thosha me e provu kur s'kam pa me sy, thoshin mo besoj, hajtë i do në trastë ju, s'ta besojmë. I thosha vetëm film e kam pa që e vene e thithin. I thash, mi, por ty mas e dit, unë kur nuk e kam asje nuk më ka marrë malli, se s'di që ashtë. A një keqë që se di, e kja është aja një vlerë që kena marrë që ma një mu. Sepse mkati gjithmonë fillën me kuriozitetin. Mkati fillën me kuriozitet, kur kush nuk ka qef mkatin. Kur njërin bot nuk ka qef me pi duhanin, me ka një adiktet për i duhanit. Po e banë provë, nuk di, a keni pi një duhan një tuja? Jo, si herë. Unë e kam pa ba, ku jam nga 27 vjeç, në pleçni. Ishte ashtë të rëthanët, fidhove më pi, ti nuk e ke ide në ty u kollë. Ty mu marrë mend, ku e kam pi. E përpin sisto njëri te e keqja. Para disa viteve isha në Shqipëri edhe po pija kafe me një mik të mirë, edhe i thot, sili dhe ganit një nga ato, thot. Unë përsta kafe. Kur vjen aty ishte një që bëhe si hink, një letër, ishte ati edhe, kur e shonë e mori ajo, i hodhe në vend, shu dhe, që është kjo? Më tha, do më një emër, mëse dhja unë, ishte ideja drogë. I them unë, no. Në më tha, ty i kaluaj aty në prat me e marrë, aja dhe ti. I them unë, no, në asë mënyrë. Edhe unë tha, se shbete shaka. Me thiri ata i tha, okej, tha, mene nuk e doktor, tha, po më tha, ma, s'ke pire e drogë? Jo, të shumë. Do të vdesësh budalla, më tha. Kështu më ka thënë. Wow. Do të vdesësh budalla. Okej, tha shumë, falem dhe herë, kështu do vdes. Edhe ka shumë njerëz që i ve poshtë droga, e bëhet pjesë e tyre, edhe ndaj edhe roli i fesë është shumë i fuqishëm, shumë i dobishëm për këtë rast. Ju e bat pyetjen kuptimin praktik, i kja është praktik, me pranu me dekte e keqa që ke. Po. Duhet vetë me pranu. Ne dy do vdesim budallaj. O pra, të shka gjanë. A di që i thëmë trive, a di që ju thatë që thotë Aristoteli, ti bahash atë që e kupton, i kam thënë, kur ma se meditoni të keqen? Po. Don't meditate evil. Se bahash evil. Po bi shamull këtë për shamull. Si mune ti njëri më mja vjallë babë sparet. A di një ideal. Më se menate, se ba mi hi thellë ti... Bëhet vest, të shtynë. Bahash ti. Bëhet shkak. Bëhet shkak. Pra ne i thëmë të gjithmonë mkati vjen prej kurioziteti bëhet zakon i bëhet e nevoj, që është addiction. Prej kuriozitetit pim duhanin, atë në bëhet zakon me pasi duhan goj, kur presim autobusin e diku në duket shok, i vajmë këtë gjërë, atë janë bëhet necessity, bëhet domosdoshmëri, mos me mujtë me ra me fjetë, mos me mujtë me shku në Shqipni, se s'mon e shpenajt. Këtë në ves. Kur bëhet ves, që thoni ju, je bëj burgosën, se kur gja, të ka kap njaj më katet ka lidhë. Si mu shgdhjith për e këtyne, me pranu me dek. Qa me dek, në më thanë, zdu me pi ma duhan. Por me dek, mos me thanë, zdu me pi ma duhan, ka me kanë vujtje, ka me kanë sak vujtje. Për pësa, nuk ka vujtje një njëri, që i ka tendencën mu shnosh, adin me vu pesh, e me thanë, zdu me hangër buk, atë sa kam qef. Pra ne i shkojnë njërzit ka e në obesitet. Vedem se nuk pranojnë për me dek, tek knatësia të hangunit. Had një atë sa ke nevojë, jo sa ke dëshirë. Njërzit që shnoshin janë se hajnë atë sa ka në dëshirë, e jo sa ka nevojë trupi. Mi po kur e kuptën një këtë gjatë, duhet me vu njetë, e për me vu njetë, do në vullnet, e me pas njëtë vullnet, duhet me punu, e me punu s'do, në, atër vullneti bjenë, atër në përfunojmë. Pra, i kum kryqin, nuk shkojmë me dekë, sepse po diqme kena me përjetu për atë rinjallin, atër kja është në kuptimin praktik, si thatë ju, po në kuptimin shpirtënor, që shpirti e trupi metë në fundit i to, po aja shpirtënor që metë për herë, duhet me dekë të e keqja, të inadi, të smira, të gjelozia, të dëshira me vra, me rrejt, e me radhë, me radhë. Të dy janë të lidhur shumë fort. Ja, të lidhur në fort. Të lidhur në fort. Do vreti, cili është roli i pashkve në këtë periudhë për forcimin e lidhjeve me njëri tjetrin dhe për të forcuar besimin?
për shembull si na mëson Krishti, e lutuni, edhe e mani thatë, edhe e bani elmosh. Tane janë lidhi me tjetërin, po në benefit tanë, në mirë tanë. Tane janë lidhi me tjetërin, se unë nuk mundem ju lutë vetëm për vedi. Ska unë me lutë për vedi, që bile ba me shikju i tash, jam një këtë, ka ana shpirtnore, tanë jetën kena nevoj për Zotin, po ka ana materiale, kështë më thënë jam regull. Nuk ashtë të mungu, kur i sen që i du trupit të më përmjetu. E ka ana shpirtnore, tanë jetën dificit, tanë jetën kërkojmë për me ditë. Por zakonisht një pjesë e madhe e luqës, a nuk ka për familjen, pra nuk ka për tjetërin, a nuk ka luqja jote për me shku puna mirë tu, për të shku puna mirë tu, a të më shku mu mirë, se kur t'jem atje në shpi, tu i pa televizor, shofi program të bukur e knaqëm. Ashtë t'ju reflektu. Ashtë që shakajdi që njerëzit kujtojnë ka i herë se mkatja personal. Mkati kur nuk ka personal. Me mkatin gjithmonë dam ton tjetërin. Edhe në qoftë se nuk ka lidhje me tjetërin drejt për drejt, edhe në qoftë se mkatja vetëm i mshehun, dikun që nuk shef kurkush, e s'din kurkush gja, ka mu reflektu nesër të shoqënia. Ka mu reflektu nesër në shoqëni. S'keme kanë mirë, mkati ashtë gjithmonë ashtë e komunal. Pra, edhe i jashtë pashk në përgjithësi, në lidhje me një tjetër, sa të janë kuj në pelmoshu, një ati që ka nevoj, ke shkoj me pa në nursing home, një ati që ka nevoj me pa, ke marrë në telefon mi thanë, du forte, të kam fali, e në shoke, e në vëlazëne, një ati që tu i kja zemra, për në të pa. Një ati që s'mundet me pagu bilin, që s'mundet me pagu i apartamente i sen. Duhet ta diftu histori të vogël, kjo se nuk ashtu. Po ashtë shumë signifikante. Se s'jam të i përmene emen, por kur Paulini, a i vlajem u këthy, adin që e kanë pa këthy në kohën e Obamës, ka një për atyne që i kanë pa deportu, i kanë pa ardhe në Shqipni, a i ka pa punu me Lomarina në kohët partisë. Edhe atëran filloj me vu luqet, edhe merte një shok të vetin që një ishte në gjenje jëtë mirë, adin ekonomike, ishte bilet dopt, në thanë, edhe i dashin parët bashkë një mojë. Mi po të marrë i puna, nuk e thirshin, s'kishte fort punë, Paulini. Na një moshim, një farë mënyrët nuk ishte në të nevojë sa më shku, por këtë shokun i ti, se një motë e kush, i kishte djelë të ri, nëse edhe grunë pak të smurë, shkurt më abeti, edhe aj një mosh i fijet edhe në të avancume, jo plak, po të avancume, edhe s'kishte punë. Edhe e vesha e që shpesherë, ku mërshën telefonat të mëdha, e pyqë që edhe më ndiftot, s'kena punu, s'kena shto, ma shumë vjen keq për këtë shokën, thotë se s'punët, se unë i kam i fije parë me hangër po kanekte. Ka kanë dita para krishlinjeve, 2-3 dit para krishlinjeve. Edhe e marrë Paulinin telefon. Nuk më kujtojt mirë, më duket, a i më ka marrë mu në telefon, a mora, unë nuk e di, veç, unë jam kanë me një 2-3 shok Amerikan, me Danny Taylor, me edhe kush një me do shok të mi, atje njëri kur kam kanë. Edhe i thonë, Pavlo, qa kena i mirë, qa thot Shkoda, qa thot që, edhe një ta pyti që i bashkë me këta, po. I thash, pash një si e ke atë shokën, një përmena me emin. Edhe, nuk ka mirë, më tha, se më thrasin a Gjafret, me kanë se fmit më thrasin a Gjafret, nuk ka mirë, tha a Gjafret. I thash, pse? E tha, e ka pa marrë një apartament, tha se ka pagu tash 10 muja, 11 muje, dojnë me e dzjarë për aty jashte, ma të grutë smurës, me punu, s'ka punu, se s'ka pas pune, pa ne nuk ka mirë. Unë thas, s'kam qa me një mu, edhe ne e nësi me thanë, adin te. Marja i muhabet, i bama do muhabet e qeta i ko. Njani për aty në shokë, Vajdeni Taylor, e shokë e më thot mu, pashin ftyrë, thot që nërshove i fije. Tha, adin si me tha, nuk prishin ftyrë. Tha, se e di tha që e ke fol me Paul, adin Paulinin, tha, po qa tha. I diftova, në është i shok i ti, ishtu, kanë pa punu bashkë, po ka vishtërsina atana. Tha, një gjë, tha, që po t'i nap, tha, fili tash $500. Adin një dha lajtjeti, i tha që dha ty në vlazëve të mi, edhe unë, u ba me të thënë dhe e konsiderushme, e mirë. Jo një gja madhe, po e mirë.
i bama ta pare, edhe i qume në Shqipni, edhe në vërtet na jepshim i personit, që kishte fmit këto, edhe na mujshim e shku mja marë atë. E thëmë Pavlit, atë di që ki folë, këta shok të mi ka ndonë do parë, i kena ba do parë, shko me rritë, si me thanë të ganija, aty në dhe qoj ati shokut tanë, atë me kanë kështu. Falimines ka gjami, i mori, duke të kishte marrë që gjithë qa kryve, si ratë shmrapa, me të thanë drejtë veç, për shumë vjetë me zemër të mirë, edhe në kështë e të tanë. Adhe na jena zanën me punë, ku janë kështë linjet e festat, mas një disa ditëve, 7-8 dita, 10 ditë, e marrë për Pavlin, se zakonisht kena folë, ishte i herë një javë, ishte i herë një javë kena folë, edhe në ashtë më ashtë. I thëmë, si shkoja puna, i mora ta po, tana po, tha uber. A i qohë ati, po, tha. Po tha, një që më ka nëllë, tha Gjafrin. I tha, që nëllë? Tha, ku ja kam qu, tha parë, të filloj me kja. Mi po tha, me të mush sytë me lëtë, tha, tjetër gjadin, po filloj, tha, me kja me za. Kështu si na i thëmë në Shkodër me Denes. Me kja me Denes. Edhe i thaq, mas banë marë burë kështu, adi mas banë mas, se s'po ke nevojme, se s'ka ba një gjanë në Amerikë, punojnë atëran, tanë një ata që je ka një mu dëmë Fredin, janë shumë gjenjë të mirë, sa ka një, i kishte thanë palë, i ka thanë, nuk jam të i kja për parët që kam marë. I ka thanë, e ja di të zotë, i ka thanë dëmë Fredit e shokëve ti, e 1000 herë faliminers. Po thamë, janë të mështu i talët, të marë Denes, sepse mram, e ti kjo arë sot me tanë ta pare mram, jam ullin gjoj, për para Zoj Zbeskume, kam thanë Zoj Marova. E më një mo, e ti jarë në nërë, se tha, e më prunë tanë ta pare. Kështu ka dhëllë, e? Tha, unë jam t'ju gëzu, tha që, për fenë. A i s'ka fitu kur gjanë, se në ka një gjanë malë, a i ka din qaj qumin, i ka pagu një ata borgje, i ka pasë edhe do me i pasë në avantash. Pa e feja, kja është aja kur thoi me lmosha, që na nuk e dim qëfar transformimit tja së zakonshëm. Po kjo shumë herë më do të mua në biznes. Po në biseda. Sa herë në biznes, do më shko në account i zero, Bravo. sa vete kështu tak, vjen një të cilë Zoti. Po të bësh mirë, Zoti të ndihmon. Eksakt. Absolute. Pra, kja është aja që se ishte pyetja juaj, a në një mën, si e një mën bote mu mladë këtë të një mu. A i ka marrë një eksperiencë që s'ka me pa kur, ka pa direkt. Mrekullia, ba me ka një smure, mu shnosh, 1 miliard herë mi faliminër Zotit. Po 1 miliard herë ma të për që e ti. Ti më mërë, aja kulmi. Kjo është një rast shumë... Se po jeto kam edhe 5 ma shumë e 5 ma kush po qanë kryt. Një rast shumë edukativ. Atë se harroj kur. Që njerëzit duhet... Edhe mi, po na a kena i shprejhje në që thojmë në shqiptarë, nuk ja di një unshmi, i njëshmit unshmit. A di nuk ja di na zhdut me se pa kuptu, na lastona, spoil, në atë kuptimin, i marrim gjanët, i ka kujtojmë se i ka tanë bota. Nuk i kanë. Duhet me kanë vëmendshëm. Ne na duket se më javë që i $50 dikuj, ma s'pe i qënë ma njaqë, e gëzën me njaqë që janë, ose atjen po thëmë në Shqipni, ata kushrit e tata. I gëzën shumë edhe, nuk ka puna se po ja krynë do nevoja, por kam një diken. Po, është gjë e mirë. Gjë e mirë. Edhe nësë nga kushton kur gjanë, se nuk ka një gjanë male. Don Fredi, bota po jeton në një kohë shumë të keqe, të acaruar me probleme të ndryshme. Cilat janë mesazhet që sillin pashkët, që të vijë besimi, të vijë shpresa tek njerëzit? Me besu në Zotin e në Krishtin, me besu në shkrimin shenjt, është fanari i jetës, është rruga i jetës. Nuk e thot Krishtja Zot, nuk ka nevoj me na shtu, me na la në elogje. Zotin nuk ka nevoj me më thonë, me na thonë sa i mirë jam, sa i malë jam, a i do me na thonë sa i mirë jam, sa i malë jam, që na me pas besimin te. Ba me kanë ti multibilioner, me i pas $100 miliard, ti s'ke nevoj mu me ma mush menën se e pasanik. Bo, ti s'ke asë lollësh iq, por ti më thu mu, jam pasanik për më thonë mu që hajde kërko sa hirtë kesh nevoj. Mas kujto si e vetë, më ke mu.
Ba me pas një problem me bilë me tana, pa pik bezdijet kam, se ti kryon atë punë. I kja Krishti, i kja Zoti. Jam unë, mos kini frikë. Jam unë kam eksperiencë, më kishëm e më thanë ti mund, di edhe me të mësu, i djali meqëm, i ke mundësit, kam e të banë ty si me kanë edhe ti, Zoti i vedit. Si thonë Amerikanë, mas më ne peshk për gjithë ditë, po mësë me të zanë peshk. Më thodi mu kam e të mësu me të zanë peshk. E ke me kanë ti me fitu dignitetet tana, s'ke me kanë lypsarë. Pra në edhe Krishti vjen me në thanë një atë mesazh që me në banë ne, mos me kanë ma lypsarë, po me kanë një me te. Na e rrethojmë vedin me mure, na kena rrethu vedin me mure imaginare për i mos besimit Zotit e të Krishtit. Edhe rrimet, edhe struggle, na rapatosë na një këtë botë, e atëherë kur bim pikë të hallit e hapim derin, e dalim të Zoti, i thëmë, na një moj fije, i kja lutja, po ma ne pikë e gjë, qa do që ti kërkojmë? Paqa, mirësia, edhe nanep, edhe sa nanep, pa më him mërën prej herë me ullim derin, kram, edhe rrim aty dhe që e konsumojmë. E sa konsumojmë e hapim me lejnë, nanep edhe herë se kam jetë, pra me mëllin. Krishti thot, pse e mëll një vedin mu? Hek një ma mure të hape, ti s'ke nevoj as me mlyp, ti vetëm zgjetë e dorën e mërre. S'ke nevoj ma me mlyp, banë orsioni, e ke rrëthu vedin me mkate kot, e ke rrëthu vedin me inade me tana. Lirë për asaj punë. Ate mos u rrëthoj që kur të vish aty t'i kemec, ta manë si Adami e Eva, kur kanë në fillim, pa mkatit original, kanë pas gjithë qatë një aty. Shtëri e dorë mërë sa të dësh. Në kuptimin shpirtnor, në kuptimin intelektual, në kuptimin fizik. Kanë me kanë tanë të atë mujtën. I kja është e mërkullia, nuk mundet kur doktrin politike, as ekonomike, me mujtë me e batë realizu me i ketë. Së mundet kur. Por unë e kam jasë zakonisht shumë qef shkencën, sepse shkenca a shprehje dashni Zotit për ne, na ka vanë Zotin një atë intelekt që me një mu në vedin edhe në ketan, po për me arrit për realizu ketan, ti duhet me ka një lidhën me Zotin për me ba perfekte këtë këto. Për me ba perfekte atë shpikjen tanë, adin e këta gjanët, ashtë sa ma kanë. Një shkencatari ma i përsosë në botë ashtë një që beson Zotin. Kjo se nuk beson Zotin e ka minimizu talentin që kaj. Për ka me ba gjanët mira. Po s'ka me mujtë. Kur me penetru në atë thellësin e mërën vetëm kur beson në Zotin. Pra, po dalë për vëdhje aty të shkenca, feja janë bashkë, janë bashkëpuntore, për me në një mune me e pa në mënyrë fizike, që atë që muna me ba me Zotin, kjo fse në të lidhën shpirtnisht, sa është të lidhën. Ne jetojmë në një komunitet shqiptar shumë të madh, këtu është i hershëm, por edhe brezat të rinj vinë vazhdimisht, edhe mendoj se pashkët nga sa kam lexuar, kanë influencë jo vetëm në feja katolike, po kanë dhe të tjerë, edhe kanë fjalën tek falja, tek pendesa, si janë këto, si element në periudhën e pashve, a i shërbejnë shoqërisë dhe si mund ndodhin në praktikë? Janë elementet domosdoshme. Me realizu, pra me panë vetë vedi, mungesa që i ke edhe me i hek ata. E dyta, ty që fillën me falë tjetër, a i bile Krishti shkon deri sa na duket e pa mujtën, me gjithë sa është e mujtën, potencialisht në jenë atë mujtën, kur thot, du një armi qëtuj, lut një për ata që ju ka një natë. Kjo thot se njëni të bjen njëni shput, njëni sfaqe këtheja tjetërin. Kjo se vjen dikush me ta vjell tabarën e mallotën, si thojnë malëzorët me vjell, në pjallë gjaketin. Ju e një kry pa botë, zba mu prish kry pa prishet bota. Ju e një drita botës, nuk më se fut një dritën në tavolinë, po vendin nëllë që me po ata njërzit, pra kur ti bani veprat e mira, për njërzit banin syt njërzvet, që ata ti napin lavë Zotit qilë. Kam pata i diti eksperiencë ma laj shoki jemi, këtë trokën, nuk ka trokë, po si është si SUV e malë që ka ba Tesla, adin aja është gjamat bukur në botë s'kishte se me nisat soj makinen. Adin tane, e kam thanë faliminërë Zotit që e ke dhanë një njëri, ja ke dhanë botë që këtë njëri, për me e ba jetën tonë perfekte. Me shku makina vetë, e futa tak në të kruzin e të rënd, edhe unë nalte, shikjo të ana, shmajta s'kur shkishte makinat e tak, neste sinjalet vetë të ana, me speed limit,
ty vetëm rri. Një herë fola me këtë shokun pak aty, manezja dritën, bari tik mi fjalejve në menin të gjami, me të rrë, që me kanë ty folë, gjamë ma të bukur. I ky person ka pas atë inteligencë, sa ka pas satelitin, e prej satelitit ti dritën tana makinat këtu, po ba mu me kanë tanë makinat e botës, njështu, bjen aksidentet gadin zero. Se s'munët me ba aksident, sa e nalit vetë. Nuk, veç marrë dikush me qëllim. E hek për i kruzit e shkoni i bjen me qëllim. Do ngret pa punë, Gjozef dhe Dhuku e pasaj. Po e kam fjallin, jam që i thonën, a i ka ba veprat e mira për para njërzve të unin në plavë zotit. Po. Thote bebzor, ba pas dhe i dadin e baba i nuses vlajtem. Thote për nanën e vetë, duke se nana vetë, në atë ko ka parë dhe letriku në Shkodër. Mi për të i ka një fje familje elit aty në Shkodër, kanë mu pas mundësi me vu letrikun. Sa kanë vujt me bishtuk, adine me qira vende banetana. Edhe thote bepi, sa herë ka nesë dritën, ka thënë, ja bekovë zoti shpirtin një ati njëri që ka ba letrikun. Po ka falenderu zotin. Pra i kta me një hosë për ato zhvillime. Sa është ata. Pra ne është një ata që e ja fillu me qysh për fillimit, një ata potenca, një ata mundësi që na i kalon zoti, mi i vu në akt për të mirën e njerëzve, atë automatikisht është e mira jote, atë ty ka në mira jame, ka mi dhanë lavë të zotit, ka me ka lidhja njerëzve me zotin ma male, atë ka me batë reakcionin, drita, atë si bajnë ata dy polit që në dritën, ka me lanë jetën, ka me lanë paqen, ka me lanë të mirën. Nuk e napin ta polit kur bashkosh me kalmarksin me, nuk napin ata se s'ka në elektrik ata. Ata s'ka në elektrik. Kurse elektriku në ka njëri vetë. Se s'du me hinë politik, por globalizmi është tendencë naturale. Po globalizmi, për menimin tem, pra bashkimi, bëhet reakcionar kur dërë me e ba me zori. Aja domatja që i bate në serë, a nërishme domatin që është në dijë dhe tana. Aja përmë domata është e hanë e bandi qa, por në se ka atë. Leni gjanat, unë habite me botën, me këta politikanë, pëse dojnë mi shpejtu gjanat? Lënë më të shkojnë vetë në nërë naturale. Lënë më natural, vjen vedit atë, vjen vetë, që si ka arë nevoja mu bashku Europa. Më në ty shku në kufi e ta, na e ka matë kufi, pëse bu i vem vedit kufi, këtë. Kufi, vjen vetë në nërë naturale. Mi po këta dojnë me shpejtu. Dojnë me martu i vajzë 15 vjeç, më lënë më kur të bati 21, 22, vetë natyra ka me thirë mu banan, pëse po banë me zori ti. Pëse po banë me zori. Ose djalin me babab. Unë kam pa, se mu më të konë shpesh, kur nëllin që i dasine, që ka shumë, i djelë të rije tanat që i martone, kanë probleme në martes, se s'kanë kënë gadi mu martu. Kanë pas moshën, për s'kanë kënë gadi. Janë shpejtu, nuk kanë prit kohën që vjen. Fiku pjeket kur vjen koha fikut, mos rritojës but kote të i frynë të i baqa. Aja të erbati shishe, mi lenin kohë. Unë ngutën njerëzit, nuk habitem ka jerë me këta dojnë me ngutë botë, dojnë me vetëm me ngutë, to ngutë, vetëm janë të oba me vujtë, se kur gjatë tjetër. Do në predisisht familje kishë shumë palit këtë vit në krahasim me vitin që kaloi? Faleminderit Zotit, ka na e pjesë marrës për menimin tem, nuk ka një rritje të madhe, po ka ma interesim, pa ka shumë një ata numra, shkon ka i fje ma interesim, për shembull sot këtë vjet, që zakonisht ne i thojmë është një program RCIA, për ata që dojnë mu ba katolik, pra që kanë kënë fenë atjera, po ka dhe do katolik që e kanë neglizhu fenë për shumë kohë, e dojnë me marë sakamenin e gërzimit, ose me marë kungimin e pare, me rrallë, pra mu përfshi njetën e kishës, pa mërë si se kanë kënë katolik, janë pak zoom, po mu përfshi edhe fizikin. Zakonisht kena pas 9 vet, 8 vet, 7 vet, 10 vet, kena 36, 37 këtë vjetë.
Shumë pozitive. 36-37. Po, që janë t'ju e ndoshta edhe ma shumë ka me basë edhe motra Katrina, shtu i ba disa katekizem perfekt, drejt për drejt, me da sa persona që s'din Luigi Perkaj, ka tjetër, unë i kam disa tjerë, Dom Giovanni, aty u marrë me i fjallë, po merrën edhe tanë bashkë. Bile ideal vjen prej Kanadajit, aty që janë një ideal prej Kosovët, me gjithë shoqën me marrë klasat për gjithë të shtune. Ma sa ka kënë. E kam fjallin këtë drejtim. Sa ka menit janë rritë, kisha me thanë, ashtë normale. Në malësort kanë pas që i shprejhje. Edhe në kanë thanë, për një shtu, ma e zëtë. Për ma mirë banë e zëtë. Edhe në me thanë, zotin e ka një mu me e majtë, aty ku ashtë. A kena mundësi më e shtu, ma shumë kena mundësi. Por, e shofim këtë rritje të kisha zojës. Të kisha zojës ka i rritje mërkullushme. Ashtë një angazhim, adin, me shtari i ri nuk ka probleme, por bjen frymë të rej, bjen kërkesa të reja, dëshira të reja, ka ardhe domdino se ka një mund në këtë drejtim. Domno ka një mund kur ka ik dëm preka. A një moment që a mirë më në rrumë. Ashtë një moment që a mi mardi frymë e rejni. Ka kisha zojës, ka përparim shumë të mirë. Si janë programet kishtare me të rinjtë? Janë mrekullueshme, ma beso mua, për mu ka kanë ma mirë se tana herët që ka kanë për para. Ka kanë tana herët. Do thanë, kisha me të vërtet me falenderu Don Kastriotin, që ka parë prej Kosovët, ka kriju një bërtham trinis me ata ritritat, me ata tërhekjet shpirtnore, që u ba tradit këtu të kisha, unë e po vazhdo në Dom Giovanni, me ata grupet e Domdinoja, me grupin tjetër, aty jashtë zakonisht shumë mirë. Ma mirë se asjerë që ka një herë, aty funksionu ta grupet rinore. Dhe aktivitetet tjera që janë që bënë shoqata Adja të Fishta e të tjera janë... Nice of Colombo se bajnë shumë, të me atë car show, edhe bajnë tjera për kërën ata që kena tornamentin e futbolit, por për shemë këtu të kisha jonë, të kisha zojës, për gjdo të ejte, ka kanë prej 7 gjys dhe 8 gjys, adhurimi shet një ushmit sakrament për i rinis, Dom Giovanni, adin i rinafer i drejton, ashtë shumë bukë. Dhe më thanë, mu krasu me vite tjera, ka kanë mirë, ashtë ju ba shumë mirë. Ju lomët, falemderit shumë për gjithë informacionin sollot. Kemi diçka tjetër, nëse kemi në një mund të thoni, ose për ndryshe mund të bëni një komunikim me komunitetin shqiptar, këtu katolik, për të ftuar për Pashkët, pasi urimin ne do t'ja marrim ma ditë që do të keni ceremonin e Pashkëve. Në radhë parë, Zoti Vila të falenderoj me gjithë zemër që nëpërmjet televizorit tuaj mban mundësi për me shku në çdo shtëpi edhe nëpërmjet bashkëbisedimit më mundësi me shku me fol një farë me zemrën e atyne personave që më kanë një, e atyne që s'kanë mujt me pas mundësi për me pa këtë program. I lutem Zotit për ata, për tanë katolikët, për tanë anëtarët e familjes tonë, të dyjave të kishë Zojës edhe të kishë Shën Palit, që këta 40 ditë të kreshmeve t'jenë një moment pastrimit, të vedijes, për kurrim për para dashnisë Zotit, për para dashnisë për njëri tjetrin, për me pas kurraju në vullnetin e mirë, për me ndryshu nëpërmjet hireve të kësaj kohe të shenjtë të kreshmeve, që një ditë tanë zbashkët me një falenderim për para Zotit, për para kisë, për para njëri tjetrit, mu transformu, me fillu një jetë të re, si bitë e bijat e Zotit, edhe mu ba një, kur të vinë festa e rrshajvet, ardhja e shpirtit shenjt, edhe të vazhdojmë ashtu si komunitet kristian e katolik, po edhe si komunitet shqiptar, për e mecë në rrugën e të adaptimit, si bitë e bijat e Zotit, si vllaznet e motrat e Krishtit. Dhe për Krishtin Zotin ton. Amen. Amen. Faleminderit shumë. Trujt Zot, jetë beko. Faleminderit, isha i privilegjuar që u kisha si gjithmonë këtu, ke qenë ekselent, ke sjell
Shumë informacione me vlerë për komunitetin shqiptar, edhe Zoti të dhenë shëndet e pushtet si i themi ne, dhe të shikojmë përsëri në ceremonit që do të organizoni me rastin e Pashkëve në kishën e Shëmpalit. Trujt Zoti e të bekoft edhe ju punën tuaj të mrekullueshme. Ma besohu u bani një punë të mrekullueshme, faleminderes për kishën që i nepni këta mundësi për me ba tanë sakrificat që bani, që me shkollë puna e jonë për të mirën e njerëzve e për lavdë Zotit qiell. Falenderit. Trujt Zotit, të bekoft. Falenderit. Shikues nderuar, ju falenderoj për vëmendjen, e falenderoj edhe në tuaj Dom Fred Kallajn dhe shikojmë përsëri në emisione të gëzueshme për ne shqiptarët. Miru pafshim.